xhirojnë ëndrat. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin më të ri radiofonik Sheshet ku xhirohen ëndrat. Së bashku do takohemi çdo të njëjtën në orën 17:00 këtu në valët e Radio Travel 104.6 FM. Për gjithë ju që po bëheni kurioze, po pyesni se kush është ky edhe se çfarë emisioni do të prezantoj, unë ju them që jam Kevin, që dalë dhe flas për herë të parë. Edhe ndoshta për mua nuk mund të keni dëgjuar kurrë, po bashkë me mua këtu në studio është edhe Franci, që është aktor edhe duhet ta keni parë në sken. Përshëndetje Kevin, edhe jam shumë i lumtur që jam sot me ty këtu sepse do flasim për dy nga dashuritë e mia më të mëdha, që është aktrimi, që është edhe udhëtimi. Kështu që për gjithë dëgjuesit, të lutem shprehe tani se çfarë do jetë emisioni Sheshet ku xhirohen ëndrat. Siç e the, për të orientuar dëgjuesit, me Sheshet ku xhirohen ëndrat kemi dashur të sjellim një emision shumë veçantë për herë të parë në Shqipëri, ku do të flasim për filmat dhe për vendet që i dhan këtyre filmave shpirtin dhe identitetin e tyre, duke i bërë që të mbeten gjatë në memorien e njerëzve dhe të kthehen në sensacion, si vende që janë vizituar nga miliona turistë ndër vite. Mezi po pres që ta bëjmë këtë udhëtim bashkë, Kevi, të shkojmë në vende. Po jo vetëm imagjinar, ne do duam dhe do ta manifestojmë çdo vend se ku do ta çojmë emisionin. Për shembull, ditën e sotme do ta manifestojmë të dy këtë vendin, do shkojmë atje, do të shikojmë bukuritë prallore, kështu që pa humbur kohë themi vendin e parë, Kevi, se ku do shkojmë sot, jam shumë kurioz. Është Zvicra. Që tani dimër është më në sezon se kurrë edhe. Për mua Zvicra nuk del kurrë jashtë mode, po gjithsesi. Po trend, se ne jemi pak brezi mediave sociale. Unë kam qenë asnjë në Zvicër, nuk e di për ty, shpresojmë që të shkojmë, megjithatë sot do shkojmë, siç e the dhe ti, në mënyrë imagjinare, do themi sa filma që kanë zgjedhur regjisorët e mëdhenj për të xhiruar në ato vendet piktoreske, spektakolare me pamje mbreslënse që ka Zvicra. Dhe do dëshirojmë që të shkojmë edhe ne një ditë, Kevi, të bëjmë edhe ne një film atje. Kjo është një nga gjërat që ne po e thonim edhe kur po bënim gati materialin e sotëm, që duam të shkojmë patjetër në Zvicër. Unë Zvicrën e njoh vetëm për çokoladat, e njoh për bankat, e njoh për këto orat, po luksin e fshehur, thuash? Ai na po ka edhe shumë destinacione turistike të paparë që do t'i shohim të gjitha këto në episodin e sotëm. Një për një të gjitha. Të gjitha me radh. Po, patjetër. Po Zvicra nuk është vetëm e këtyre, se për shembull vitin e kaluar atje u mbajt festivali i Eurovisionit, edhe diti cila këngë ishte vitin e kaluar atje. Po mos dita atë kocat roj, kush është ai njeri që nuk e mori vesh se kush shkoi në Eurovision vjet në Zvicër. Shndrit Shkodra elektronike patjetër. E me këto do të shkëputemi për një hapësirë të vogël muzikore, do të rikthehemi sërish. Zjerm nga Shkodra elektronike. Shndrisni njerëz. Jemi në 104.6 në Radio Travel me Francin edhe Kevin në Sheshet ku xhirohen ëndrat. Edhe Kola po thoshte atje tek kënga që Orteku kur bien male. Po Zvicra nuk ka vetëm ato Alpet që kanë shumë orteqe, Kevin, se mbuluara me borë, po. Çfarë nuk ka për atë punë, po tani po kujtoja në fakt një shprehje që më ka pëlqyer shumë, që ka lidhje me Zvicrën. Një kokë e madhe, një krijues i madh ka thënë pse të ndërtoj skenografi kur Zvicra i ka të gjitha falas, e kupton? Prandaj e zgjedhin këta regjisorët e mëdhenj, të shkojnë atje në Zvicër. Egzageron kur thua të gjitha falas apo? Më mirë tash i llafi që bie, e kupton? Po që është ideja që i ke të gjitha më vllai, ke male, ke fusha, ke liçene, mirë, det nuk ka patjetër, po gjithsesi. Ke liçen pra. Po, liçene patjetër. Shkojmë me filmin e parë, Kevin. Që është The Monuments Men nga George Clooney. George Clooney në fakt në film është edhe aktor, por edhe regjisor. Në fakt filmi ka një filozofi të vetën që është ruajtja e identitetit kombëtar në kohë krize, siç është ajo e luftrave. Pra filmi na kthen pas, siç e kuptuat, në luftën e dytë botërore ku një grup ekspertësh arti si piktor, skulptor apo edhe pedagog edhe historian të famshëm, intelektualët e kohës pra të luftës së dytë botërore ngarkohen me një mision të rrezikshëm edhe të fuqishëm fizik, sepse duhet që të shpëtojnë gjithë këto veprat e artit nga nazistët. Këtë për arsye të ruajtjes së identitetit kombëtar, siç është ajo në kohë krizash. Bravo Clooney, bravo, i ka mbledhur këta njerëzit, ju ka thënë hajde vëmë në Zvicër bëjmë një film kështu me art me gjëra, e kupton? Edhe shijojmë çik Zvicrën, e di ka zgjedhur Clooney, George Clooney në fakt si producent dhe regjisor i filmit, ka zgjedhur kantonin Glarus. Kurioz isha në fakt ta dija se për kë vend do të kishte zgjedhur për luftën e dytë botërore. Është një kanton, në fakt që mbahet si një nga kantonet më të vegjël të Zvicrës, i vendosur mund në zemër të Alpeve dhe që sigurisht dallohet për natyrën e egër malore. I pëlqejnë George Clooney këto gjërat kështu me madhështinë, me Alpet dhe kështu me radhë. Megjithatë, nëse flasim për kantonin Glarus, Kevin dhe gjithë ata që më na dëgjojnë, duhet të themi një fakt shumë interesant që ka lidhje me demokracinë.
Atje është një specifik sepse është vendi, një nga vendet e vetme mbase në botë ku në Langesmeinde, nuk e dia e thash mirë shqiptose ata zviceranët e thon sigurisht me gjuhën e tyre, por në sheshin që kanë ata të zonës aty zhvillohet demokracia e drejtë për drejtë. E kupton direkt. Që është ore votojnë në mënyrë drejt brez, ka nevojë ata për kështu, për kartona, për letra, për të vendosur. Shkojnë atje mor si në Greqinë e lashtë burr, e ke parasysh? Dhe votojnë me dorë? Ja këtë gjë bëjnë ata bosat. Në Zvicër. Në Zvicër, edhe është edhe një gjë tjetër shumë interesante se për të parë në këtë kanton u dha e drejta e votës të rinjve që nga mosha 16 vjeç, Kevi, priti edhe unë të bëhemi 18 vjeç, të votojmë. 16 i thot bosi aty. Tani kjo është pjesë e filmit apo e ka vendi vërtet? Jo, kjo është e vërtet. Këto janë fakte të vërteta nga kantoni Glarus ku ka xhiruar Clooney me shokët e vet atë filmin, The Monuments Men. Kjo ishte vërtet interesante dhe më bën pak habi që mund të votosh 16 vjeç edhe Zvicra që konsiderohet si një vend shumë modern të ketë këtë traditë të ruajtur. Po mor patjetër. Në shenjë të demokracisë. Patjetër që po. Mirë, Zvicra gjithsesi kur e kthen kokën mbrapa dhe shikon historinë që ka kaluar Europa, Zvicra ka mbajtur gjithmonë atë pozicionin neutral. E kupton, ka mbajtur ka ngrën bukën e vet o vlla, e kupton? Prandaj është aq e zhvilluar. Ne të gjithë atyre që po na dëgjojnë në këtë moment në 104.6 do t'ju themi që do mësojmë edhe ca gjëra që jo vetëm ju që si dini, po as ne që po i themi nuk i kemi ditur ore. Kështu që qëndroni me ne. Pra ky program na bën që të mësojmë edhe këto gjëra që janë interesante për vendet, përveç se na prezanton veçantinë e këtyre vendeve. Edhe nëse do kthehesh sërish te George Clooney, dua ta citoj pak se çfarë ka thënë për Zvicrën edhe pse e zgjodhi si vend. Ishte sepse ajo ofronte qetësinë dramatike që filmi kërkon, një vend që nuk të shpërqendron por të arrin të zhysi ty në ndjesi duke të bërë të ndjesh të gjithë peshën e historisë që filmi po përpiqet të përcjell. Mërklun çana bone me këtë deklarat mërzok. Ecim Kevi, filmi i dytë. Filmi i dytë është James Bondi me Goldfinger, agenti 007 që shfaqet në çdo kontinent të botës, po duket sikur ka një dobësi për Zvicrën, ashtu siç e kemi dhe ne se e thamë në fillim të episodit. Patjetër kur e ka James Bond imagjinohen ne popull i thjesht si mos e kemi. Pra saga James Bond patjetër që nuk mund të mungonte të xhironte disa nga skenat e tyre më të jashtëzakonshme në Alpet zviceriane, pra në këto vendet e Zvicrës. Mua më kujtohet në fakt nga filmi Goldfinger. Një nga gjërat që më kanë mbetur në mendje është Furka Pas, Kevin, rruga po e mban. Pra zona ku është xhiruar filmi. Po, është ajo gjëja me ato pamjet ideale për skena ndjekjesh, në fakt Furka Pas është një nga kalimet malore më spektakolare të Zvicrës, 2400 metra lartësi. Po. Edhe gjithmonë kur e kam parë kam ndruar që të shkoj atje të bëj si këto makina të rally ose të marr ndonjë motor, e ke parasysh edhe të eci të bëj kështu. Gjëra që bëhen në këto rrugë kaq gjata edhe me malore. Ore këto i bëj edhe në Ersekun, po kam qef t'i bëj atje në Furka Pas. Po është një të adrenalinë në Ersek? Po, tashi unë nuk ndjehem James Bond atje, po gjithsesi një çik adrenalinë sikur e marr, domethënë. Kështu. Furka Pas, po jo vetëm Furka Pas, sepse saga e James Bondit është xhiruar edhe tek liçeni i Gjenevës. Po. E ke parasysh liçenin e Gjenevës? Që në klasë të 7 ka marrë informacione për liçenin e Gjenevës. Po më rikujtosh ta se i ka marruar. Ore, të gjithë kemi marrë informacione, por puna është që duhet ta shikojmë, duhet shkojmë ta shikojmë vetë. Liçeni i Gjenevës është liçeni më i madh në Zvicër, edhe mbase edhe një nga më të mëdhenj në Europë, ndar në fakt ndërmjet Zvicrës dhe Francës. Dallohet për këto yrat e tij të kristalt, atë klimën e butë, të gjithë që zgjedhin ata që kanë lek kuptohet. Zgjedhin që të bëjnë këto pushimet e tyre të ëndrave tek liçeni i Gjenevës. Tash zoti shkojmë edhe ne ndonjë ditë atje. Po do shkojmë. Po do shkojmë. Pra tham për Goldfinger, që është xhiruar këtu. Kemi edhe një film tjetër nga James Bondi, sërish. Edhe nuk mund ta lija ti këtë kaq për James Bondin sepse do bëjmë diçka. Do japim stafetën si personazhi që do e prezantojë më së miri emisionin ton. A e di pse o Franc? Ha njerë. Jo se ne jemi dhe bëjmë pjesë në botën e James Bondit, po thjesht se ai është në shumë vende prezent, ashtu si dhe ne që do bëjmë shumë udhëtime imagjinare për javë të tëra këtu në Radio Travel, në shumë vende të ndryshme të botës. E filmi i dytë për James Bondit është On Her Majesty's Secret Service, që nëse do ta shqiproja është në shërbim sekret të madhërisë së saj. Ç'a kupton nga kjo ti? Po, unë kuptoj që është një çupk aty në mes që ja ka marrë mendjen këtij James Bondit ton, edhe I ka thënë Lali, hajde më shpirte në Zvicër mua se kam qef të bëjmë ca aventura aty të dy, e kupton? Nëse gocat e tjera e kanë
shpërqendruar pak James Bondin nga këto ndjekjet me armiqe dhe gjërat e tjera të rrezikshme, kjo e trullosi fare sepse i propozoi për martesë. O bo. Pra James Bondi ra për herë të parë në dashuri. Të keqen edhe ku në Zvicër, ë? Në Zvicër. Shi. Çfarë thua më? Është ajo kështjella më duket, ë, është ai vendi me mjegull si fantasmagorik kështu, po Kevi ku më çove. Piz Gloria në Shilthorne, një super vend në fakt. Për Selin e Blofeld. Sigurisht është një ndërtesë, nuk ishte një ndërtesë e vërtet ekzistente, apo jo? Kështu ka qenë një ndërtesë ekzistente. Kështu është historia e saj dhe e kanë rindërtuar, e kanë rikonstruktuar me qëllim për të tërhequr vizitorët. Kjo ka qenë edhe për xhiruar filmin në radhë të parë dhe pastaj ajo ndërtesa tërhoqi vizitor për arsye të famshme që James Bondi kishte, sidomos në ato vite. Pra filmi është xhiruar në 69-ën dhe ka një jehon edhe në ditët e sotme ku edhe në 2026-ën tërheq rreth 300.000 vizitorë në vit. Shikomor njerëz ç'bën bota, e bën filmin që të rris turistët. E kupton ku ka shkuar kurse ne bëjmë filma, bëjmë edhe ne po. E nisi nga zero këtë që rriti turizmi, sepse shumë filma të tjerë shfrytëzojnë turizmin vendas, ndërsa këtu Guy Hamilton ishte regjizori, tërhoqi rreth 300.000 vizitorë çdo vit. Një film i 69-s. Në 69-ën edhe deri sot vu njerëzit atje, të shkojmë të shikojmë ku dashurua James Bondi me atë vajzën. Bravo ju qoftë, bravo. Kemi marrë shumë gjëra deri tani për Zvicrën, Kevi. Edhe më kanë bërë shumë, si thua, kureshtar ta prek nga afër këtë vend jashtëzakonshëm që vetëm e kemi dëgjuar. Kështu kalojmë në një tjetër ndërhyrje muzikore, ne mbetemi këtu për të vazhduar udhëtimin tonë në Zvicër dhe për t'ju treguar për regjizorët e famshëm që kanë zgjedhur të xhirojnë filmat e tyre atje. Ecim. Po rikthyem sërish tu në sheshet ku xhirohen ëndrat në Radio Travel 104.6 FM. Po flasim për regjizorët e mëdhenj që zgjodhen Zvicrën, pam filmat me protagonist James Bondin dhe George Clooneyn. E tani do të shkojmë tek një film tjetër me regjizor Clint Eastwood. Dhe filmi quhet The Eager's Sanction. E ke dëgjuar më parë Franci? E kam dëgjuar patjetër. E ke parë? Jo, nuk e kam parë si film. Thonë që ka skena ekstreme dhe përshkruan më së miri ato brutalitetin e Zvicrës. Ashtu ë? Po. Që nga për të parë, e di që Clint Eastwood është nga ata regjizorët e vjetër hollywoodian që nuk pranon që të xhirojë gjëra me efekte speciale, me CGI, me green screen, kërkon atë vendierin e vërtet të aktorit, rrezikun e vërtet, dhe ma merr mendja prandaj ka zgjedhur Zvicrën për të prodhuar një film si ky që ka prodhuar edhe që do ta shikoj patjetër Kevi, sepse më ka bërë shumë kurioz. Edhe kur isha duke e lexuar në fakt që kishin për ta folur për këtë film, jam shumë kurioz. Ma trego pak si ishte? Filmi flet për një vrasës që është tërhequr nga jeta e krimit, por duhet kthehet për një mision të fundit. Dhe për ta plotësuar këtë duhet të ngjitet në malin Eager. Ç'a thua? Ke dëgjuar ndonjëherë një vrasës që mund të tërhiqet nga jeta e krimit edhe të kthehet sërish? Ndodh, po që ma merr mendja ky tipi ka thënë ku do kthehem në Zvicër, e kupton? Do ngjis ato malet, e ka bërë çike edhe për aventura. Doli nga pensioni, tha po ikë të bëj edhe një mision të fundit, po shkon. Mund të dalësh ilegalisht në pension se duke qenë se ti je një vrasës profesionist, nuk është profesioni i mirë. Kjo ha debat, po. Ha debat, ë? Nuk i dihet asaj pune. Po që unë përgjithsisht jam shumë fans i regjisorëve, si thua, të shkollës vjetër të regjisurës, por edhe të aktrimit, të flasim në këtë rast për Clint Eastwood, kështu që duhet të jetë një film shumë i realizuar edhe megjithatë shumë realist, ë? Gjithë skenat e ngjitjes janë të vërteta normale, madje edhe vetë regjizori është ngjitur. Ashtu. Po. Ja, pra prandaj po them, sepse ata kërkojnë të vendierin deri në pikën e fundit, si thua, të limiteve të tyre njerëzore dhe aktoriale. Kështu që njerëz, nëse nuk e keni parë, shikoni dhe mbase frymëzojeni edhe ju që të shkoni dhe të bëni aventura të tilla si Xhaxhi Clint Eastwood me shokët e vet atje. Ky film është konsideruar për kohën e vet një nga më realistët e saj. Për gjithë ato skenat që ka patur, po e diti se ç'a ndodhi, sepse filmi është xhiruar në fakt pas viteve 70, po deri në vitet 60, mali Eager quhej si muri i vdekjes. Pse? Sepse kishte një burim për aksidente, nuk kishte as mjete transporti edhe gjëra që e lehtësonin për të ngjitur atje dhe kështu ishte shumë e vështirë për të bërë ngjitja dhe ndodhin aksidente, ndërsa pas viteve 60. Pra tu do pyesa, ma merr mendja të kam ndryshuar. U zhvillua dhe lajmi i mirë është që në ditët e sotme është i aksesueshëm për gjitha moshat, që nga mosha e tretë edhe fëmijët, sa mund të shkosh me trena, me nuk e di, me gjithë mjetet e transportit që kanë në Zvicër. Po tani ka teleferik, ka gjëra aty që kanë vendosur në dispozicion, kështu që njerëz ja ku e keni këtë malin Eager, shkoni edhe shikojeni, edhe do frymëzoheni edhe ju si puna jon. Ecim Kevin me filmin e radhës. Është Tom Tiger me Cloud Atlas. Okej.
kyesja Zvicrën si nuk e ke parë kur më parë Francin. Ndoshta se ke imagjinuar asnjëherë. Është ai filmi me shtrirje në kohë, në disa shekuj, në disa kohë. Po patjetër kam parasysh. Fare, në disa shekuj, nga shekulli i 15 deri në atë të panjohurën që njihet si e ardhmja apokaliptike. Sa qevi kam këta filmat, që ka një farë shtrije kronologjike të tillë ku loja përshëndrohet jo vetëm të tashmen, po kthehet në retrospektiv, pastaj bëhet çik futuriste. Kështu që Cloud Atlas është një nga këta filma dhe është xhiruar në Zvicër, në Zugo, në Zugo. Po, në disa kantone të tjera. Në fakt isha kurioz ta dija vendi që mund të ishte xhiruar një film që udhton nga e tashmja në të ardhmen, sepse doja dija kush vend mund të ofronte edhe atë tradicionalen, po disi dhe atë moderne. Ja, pra Zugo e bën këtë gjë, sepse është ashtu siç po e thoj edhe ti, është njëkohësisht edhe moderne dhe tradicional, është tipikisht një nga këta kantonet e vogla, por edhe më të pasura të Zvicrës. Unë besoj që Zvicra është e gjitha e pasur, po që një vend që mund të jetë shumë i vogël ka shumë gjëra të mëdha brenda, edhe që nga më të pasura. Po mbase sepse është më i përqendruar si vend, popullsia atje, mbase bizneset janë më të përqendruara atje, dhe Zugo është një nga ata, si thua, nga ato kantone shumë e njohur për këto aktivitete financiare, për bizneset. Pse do thuar? Sepse ka taksa shumë të ulta që tërheqin kompaninë ndërkombëtare. Fillon njerëzit atje hapin biznesin e tyre, sidomos sot e dim të gjithë që teknologjia dhe kriptovalutat janë në valën e tyre, dhe Zugo në Zvicër është një nga ato vende që i mbledh gjithë investitorët. Në Zvicër fundit Kevi. Kjo është një pjesë e historisë, po turistët shkojnë atje për natyrën e bukur të Zvicrës, pra liçenin e Zugut dhe pamjet alpine, duke ofruar një ekuilibër mes jetës moderne dhe asaj natyrore. Po çfarë do duan më shumë njerëzit më Kevi? Çfarë do duan më shumë? Domethënë marrin një shtëpi këta të pasurit, do thënë, bën një biznes atje, malet i kanë, liçenin e kanë. Se këtu nuk do të shkojmë, që thua për të pasurit. Jo, më do shkojmë, po ne do bëjmë lek pafund, do shkojmë patjetër edhe në Zugo. Ja të shnoj tani në këto to-do list. Kështu që po, edhe në Zugo do shkojmë. Zvicra i dha filmit pamje të pastra, të organizuara dhe të ekuilibruara, perfekte për këtë historinë që siç e tham kalon nga e shkuara në të ardhmen. Atë që është e panjohur. Të frikson apo? Jo, fare. Unë përgjithsisht jam njeri kurioztar, kështu që s'më friksojnë gjërat. Se njeriu për mendimin tim në dy gjëra duhet të fokusohet, o të jetë kurioztar o të ketë frikë. Te frika nuk ke se si fokusohesh, e ke parasysh se frikë o nuk ke. Më mirë ti jesh kurioztar. Kështu që jam kurioztar ta njoh Zugon, me thënë drejtën. Jam kurioztar të bëj biznes atje. Edhe biznes do. Po patjetër. Okej, pretendon për shumë. E me pretendimet e Francit do të kalojmë sërish në një hapësirë muzikore, do të rikthehemi me top 5 produksione që rritën turizmin në Zvicër. Ecem. Jemi në 104.6 në sheshet ku xhirohen ëndrat me Francin dhe Kevin, dhe tani do flasim pak për 5 produksionet që ja mbushën buxhetin Zvicrës, ja bën nuk e di unë domethënë. Ku jemi Kevin? Jemi tek The Sound of Music. The Sound of Music, okay. Dhe kjo është një gjetje shumë interesante, se në fakt ka sjell shumë turistë në Zvicër. Po e diti që nuk është xhiruar fare në Zvicër? Çfarë thua? Ja për shembull të parin që nuk e dinte këtë gjë, e ke përballë, unë nuk e dija. Se ato vënë në fakt duke një lloj, Edhe unë ushtanga në fakt kur e lexova dhe më bëri shumë përshtypje se si një film i xhiruar në Austri sjell turistë në Zvicër. Po si ka mundësi mos kanë bërë ndonjë kështu marrëveshje, ata i kanë thënë njëri tjetrit, "Shiko, do ta xhirojmë te, po bëheni sikur e keni ju këtu." Jo, thjesht pamjet kanë qenë shumë të ngjashme me Zvicrës, edhe njerëzit kanë shkuar atje. Ok, në rregull, se Zvicra i mikpriti të gjithë ta turistët. Po të ndodhte në Shqipëri, çfarë do kishte, si do ishte ndjer, nuk e di çfarë do kishte bërë. Çfarë do ndodhte për shembull që të xhiroj një gjë edhe të thonin sikur është xhiruar diku tjetër. O do bëni protesta, çfarë thua ti, ku ndodhte ajo? Ajo s'do ndodhte në botë. Do dilni njerëz me pankarta, na ktheni dinjitetin ton kombëtar, edhe kështu me radhë. Po thua mo Kevin, ne jemi akoma në ato nivele që të merremi vesh si Zvicra me Austrinë që i shkëmbejnë këto produksionet me njëri tjetrin e thon, "O ti o unë, e ke parasysh?" Në fakt do ishim ndjesh shumë tradhtuar, ë? Mbase, ora ata kanë ndarë ndonjë lek me njëri tjetrin. Rëndësisht që kanë pasur turist. Të ndanin lekët? Nuk i dihet. Jo, s'ma merr mendja. Nuk lëshon kollaj Zvicra. Po, këtu ke drejt, edhe unë e besoj. Okej, A Cure for Wellness. Është filmi i dytë. Po, është filmi i dytë me dy qytete kryesore, dy zona kryesore, dy kantone kryesore, se unë si marr vesh se si kanë ndonjëherë këto të ndara. Janë ato ndarjet e çuditshme administrative që bëjnë këta njerëz. Po Zvicra e madhe më nga ta marrësh vesh. Zvicra etnike. Spitz dhe Thun, se Thuni thoj edhe unë dikur. Po në fakt është Thun. Është Thun, po s'ka gjë. Po, është një film fakt që tregon historinë e një klinike totalisht të izoluar ku ndodhin këto gjërat e çuditshme, jepet ajo atmosfera misterioze dhe
Sigurisht që menjëherë pas daljes të këtij filmi, pyetën njerëzit, "Ore kush xhiruar? Hajde më shkojmë ta shikojmë." Edhe u dyndën turistët në Tun, edhe në Spic që thet ti Kevin u bën nami. Tuni në fakt është një nga ato qytetet tipike piktoreske në kantonin e Bernës, edhe sigurisht që njihet dhe dallohet për kështjellën mesjetare, di që në fakt me thënë të drejtën për shihet e mia personale, këto gjërat gotike dhe kështu madhështore unë i dua shumë. Kështjellat, katedralet edhe kështu me radhë. Mua këto më ngjallin kurreshtje. Gotiket edhe. Do të më ngjallin frikë. Jo, kurreshtje, këto më ngjallin kurreshtje. Po janë për të ngjallur kurreshtjen, fakt janë shumë të bukura. Tani ti vetëm imagjino një kështjell të vendosur aty mes Alpeve, mes asaj natyrës, tjetë edhe një koha kështu e vranë, të shkosh në Tun ti në një vjesht. Fiks për gjumë. Të vonë çfarë thua mor aty të frymëzohesh, të bësh krye vepra, s'po bëjnë kot njerëzit filma. Domethënë folëm për Tunin dhe tani kurse Spici është çik specifik sepse është një qytet i vogël, i vockël, kështu po shumë romantik. Shkojnë të dashuruarit këtu, Kevin, kështu që ju bëjmë një thirrje të gjithë dëgjuesve tanë që këtyre romantikëve të mbetur. Bravo, po të mbetur edhe që janë në kohë, pse jo, e kupton, ikni vizitoni këtë Spicin aty, shikoni gjërat e bukura, ka një kështjell atje të vendosur mbi liçen, ka ca pamje super mbreslënse. Por është i qetë, edhe njihet në fakt Spici për turizmin relaksues, për se në fakt ka edhe vreshta atje Kevin. Shkon njeriu e merr atë gotën e verës direkt. Ka ato kantinat atje, e shijon për qefin e vet, rriqet, qetësohet edhe vjen pastaj me energji të reja, me mend të reja, se besoj Zvicra do të iluminoj këto që shkon atje. Po besoj, këtë e besoj edhe unë. Ecim. Tani kalojmë tek filmi i tretë që është Point Break dhe është xhiruar në Valenstad. Veçantia e këtij filmi është sepse e bëri këtë vend të njohur për të gjithë të rinj që ishin në kërkim të adrenalinës. Filmi ka një sër skenash ekstreme si wingsuit, ngjitje, zhytje, madje edhe hedhje nga lartësitë. Shumë prej tyre u xhirua në Valenstad dhe në ditët e sotme njihet si vendi ikon për këto sportet ekstreme edhe është më shumë i vizituar nga të rinjt. Po patjetër, përderisa është një film për të rinjt, sigurisht që të rinjt do shkonin ta vizitonin. Si thuhet kjo Valenstad? Sa të bukura i kanë këto më Valenstad. Emra në Strauss. Po është njësoj si thuash, nga Korça ti? Nga Biranji. Nga Biranji, është njësoj si thuash Biranji. Po jo mos e do ishte një histori po thoja unë nga Biranji Shtad. Shtad, sa ata i thon Shtad. Po ne skemi ato prapashtesa. Ore Zvicra çfarë gjuhë ka? Ka një gjuhë kështu vetën, se çka një gjuhë ka ata flasin frëngjisht, flasin edhe një pjesë anglisht, po edhe italisht. Po edhe këto gjuhë gjermanike besoj se i kanë të tyre sepse janë afër Austrisë edhe kështu me radhë. Por janë mbledhur të gjitha atje, Zvicra çfarë s'ka. Megjithatë, ne vazhdojmë, dëgjojmë një këngë për qefin ton, edhe kthehemi prapë se kemi akoma për të folur për Zvicrën njerëz. Ecim. Jemi në sheshet ku xhirohen ëndrat këtu në Radio Travel 104.6 FM. Edhe tani Franci do na flasi për një film tjetër. Amor Kevi, për çfarë filmi do të flasim tani? Do të flas për Youthin të Sorrentinos. Paolo Sorrentinos? Po, mori për dorë Xhaxhi Michael Caine-in ai edhe Harvey Keitel i tha hajdeni do i shkojmë në Davos, do bëjmë një film të bukur atje, i tha, ju do luani moshën tuaj, ju tha, nuk do luani ndonjë gjë tjetër. Me sa kuptojmë është për të moshuar. Po, pra, dy të moshuar, të cilët në ato pamjet e bukura piktoreske të Davosit filozofojnë, reflektojnë mbi jetën e tyre, mbi karrierat e tyre, mbi çfarë kanë bërë, mbi çfarë nuk kanë bërë. Edhe sigurisht që kjo gjëja, pra kur ka dalë filmi Youth, njerëzit i ka lënë një çik të impresionuar, çik si shumë të impresionuar sepse thanë, "Ore, ku është ky vendi ku mund të shkosh edhe të reflektosh ti mbi jetën tënde, të gjesh qetësi, të gjesh paqe, të meditosh në nivelet më të epërme të tua dhe të kthesh me energjitë e karikuara plot." Dhe ky ishte në Davos. Tani personalisht unë Davosin Kevi e kam dëgjuar, besoj edhe ti për forumin ekonomik. Davosin po filmin pas ka shpëtuar, duhet ta shoh? Shikoje patjetër, patjetër që po. Jo vetëm nga mua. Jo vetëm nga ty? Po. Te kush e ka qef tjetër? Ka një shoqja ime. Një shoqja jote. Atëherë, edhe për ju që po na dëgjoni me sugjerimin që na dha Franci, edhe shoqja e vet duhet ta shohim patjetër filmin Youth. Ore, shikojeni se do shikoni Davosin siç nuk e keni parë kurrë ndonjëherë, sepse se keni parë, kjo është ideja. Jo se keni parë kurrë ndonjëherë. Por që po thoja Kevi që Davosi, të themi disa gjëra që e karakterizojnë Davosin si kanton atje, si qytet të vogël. Sepse është njihet jo vetëm për vendin ku bëhet forumi ekonomik botëror, por sigurisht që është një zonë shumë e njohur për turizmin malor, për skit,
për hiking, i ka të gjitha domethënë. Davosi i ka të gjitha, do ndjeni rinin e përjetshme njerëz, kështu që vizitoni Davosin në momentin e parë që do të jepet mundësia. Për gjithë ato që na dëgjuan, sa mos mendojnë që ishte vetëm për të moshuarit, jo, aty do e gjejnë veten të gjithë moshat. Po ta jep titulli vet atë, ta suggestionon titulli youth thot ai. Do ndjehesh i ri, do ndjehesh sikur s'ke shkuar kurrë 70, 80, 100 vjet. Pra, me pak fjalë, filmin mund ta simbolizoj me vendin, ë? Patjetër që po, patjetër. Ndodhe edhe kjo. Ecim Kevi, cili është produksioni tjetër që i tërhoqi si grenzat ata turistët në Zvicër. Pak nuk është një film, por është një serial. Është Crash Landing on You, është xhiruar në Interlaken, kryesisht në Interlaken, po skena ka nga e gjithë Zvicra. Seriali është një roman epik dashurie midis një vajze të pasur nga Koreja e Jugut dhe një oficeri nga Veriu. A mos më thuaj nga këto dash. Tani morët vesh dy gjëra. Që nga histori me dhemë. Para që është një serial korean, është histori e dhimbshme deri diku. Po mbizotron dashuria, kështu që po mirë, ma merr mendja shko se çfarë ndodh kur bëhen këto lloj filmash, pra filmat sentimental që kanë një romancë, kanë një histori dashurie, njerëzit si thua e përqafojnë shumë historinë, subjektin dhe patjetër që duan, veçanërisht çiftet ma merr mendja që të shkojnë dhe ta shikojnë vendin patjetër ku janë xhiruar skenat dhe si thua të ndjehen si ata protagonistë, dashurira me ndarje, me bashkime dhe kështu me radhë. Tani koreanët e kishin simbolin e dashurisë një gjë shumë të shenjtë dhe i vlerësonin shumë të gjithë produksionet që kishin përmbajtje të tilla. Ashtu ë? Po, prandaj turistët kanë ndyendur edhe në Zvicër, edhe një gjë që në fakt është shumë e veçantë është se shumë skena zviceriane që janë xhiruar atje, njerëzit kur kanë ikur e i kanë parë kanë menduar që dashuria funksionon ndryshe në Alpe. Ashtu ë? Çfarë mendon se mund të bëjnë ndryshe atje? Po patjetër mos mbushet oksigjeni me trumë Kevi. Për shembull jeti me atë vajzën, ajo është në ato momentet e veta, thotë të lutem iki, thotë se nuk dua të dëgjoj. Merr një frymthelli, i thua të lutem, merre këtë ajrin, ndjehun çik me çlirët, hajta shijojmë, e kupton edhe bien dakord dhe dashurojnë njëri tjetrin. Patjetër që funksionon. Se kaq të paqt jemi neve, sa mendon që vetëm ajri do na qetësoj? Ore, po them në Zvicër. Në Zvicër po pra ajri i Zvicrës. Mjafton ideja që ti ke shkuar atje, e kupton? Edhe je çlirët. Do të ideja e pushimeve mund ta bënte pak më të qetë situatën. Patjetër, jo vetëm ideja e pushimeve, por edhe ideja që ti shkon edhe me një grup të mirë njerëzish për shembull që e shijon. Edhe se të bie shpesh rasti të shkosh në. Po këtu nuk do shkojmë bashkë, do shkojmë te ato tjerat. Okej. Megjithatë, i sugjerojmë edhe njerëzit që këto vende që ne jemi duke thënë deri tani ku janë xhiruar këto filmat që unë dhe Kevi po ju themi, lutem shënojini se do t'ju duhen, se do mbeteni ndonjëherë pa ndonjë sugjerim se ku ti kaloni pushimet dhe do na thoni asi si dëgjuam ata çuna. Sidomos nëse në këto kohë keni ca ditë lira edhe ca lek më njan, do ishte perfekte. Zvicra mendoj opsioni i parë. Gjithsesi tani do kalojmë sërish në një hapësirë muzikore, do të rikthehemi me sheshin e ditës. Ecim. Jemi në 104.6, unë dhe Kevi vazhdojmë të qëndrojmë në Zvicër pa shkuar ende, jemi magnitur Kevi apo jo? Nuk e di miku truri. Aq magnita sa çfarë thash, të mbushet oksigjeni me tru, apo truri me oksigjen, se ç'thash një gjë kështu. Të dyja funksionojnë, se varet si e ke trurin. Që ishte kënga, si e kam trurin. Varet si e ke trurin. Po. Pra ndonjëherë varet edhe si e ke trurin orë, s'është vetëm problemi. Nëse funksionon për ty është okay. Ja këtë doja të dëgjoja Kevi, nëse funksionon për mua është okay, edhe nëse funksionon edhe për ju të dashur dëgjues, është shumë okay. Dhe tani do të kalojmë një rubrikë që me thënë të drejtën unë kam shumë qejf, sepse shumë e veçantë. Ne sot do japim. Çka ka të veçantë, ha? Do japim sheshin e ditës, do japim si thua ku është ai lokacioni perfekt, sugjerimi jon perfekt që ta përmbledhim qytetin ose vendin që ne po flasim. Dhe di kë kemi zgjedhur? Jo, nuk e di. Je munduar shumë. Interlaken. Do të jesh munduar pra. Aq jam munduar mo, Kevi. Por kam frikë se me këtë rubrikën e do t'i lëmë influencerat pa punë fare, se do thonë o bobona i morën të vëmendje, si mendon ti? Po ato janë të fokusuara nga St. Moritz edhe këto vendet e tjera. Po mirë më. Interlakenin e kemi ne. Ne si influencera, po besoj do na peshoj më shumë fjala për pak kohë. Ore na dëgjoni ne se çoku kemi edhe ne një fije kështu. Jo, më jo se shumë gjëra të zgjuara themi neve, na dëgjojnë. Një fije shije, na dëgjojnë thua. Na dëgjojnë gjithmonë. Mirë, atë na dëgjoni pak për Interlaken, që në fakt është një qytet i vogël midis dy liçeneve Brinc dhe Tun. Tunin e përmendëm pak më larg. Kudo po na del Tuni. Kudo, ky është shenjë nga Zoti. Çdo gjë të lidh me Tunin në Zvicër. Shenjë që ti im ta shohim? Ora është shenjë nga Zoti, pik muhabeti. Un Tunin e njoh në fakt nga një skuadër futbolli, se më dilte shpesh. Se që kualifikojnë në Champions diçka. Je tifoz ti Kevin?
Ja. Jam çik tifoz, ta luaj çik loto. Luaj çik loto. Dhe në Interlaken do të gjeni ujë shumë të pastër blu, po mos e gjetëm aty ku do ta gjejmë. Male të larta dhe një atmosferë turistike të qetë. Nxitoni njerëz, nxitoni si këto, si kompani, nxitoni shpejt se u iku uji i kristalt atje. Nuk po shesim dysheqe, po prezantojmë vende. Shumë filma, reklama dhe dokumentar u xhiruan pikërisht këtu, sepse çdo cep duket si poster, or është si kartolinë, o Kevin. Është si kartolinë po të them. Ke nevojë xhirohen ato për ato luksin e fshehur që sa më parë ato reklamat e bukura. Me shumë mundësi ne nga këto vendet do kemi pasur tek kalendarët që bëheshin dikur po ta mbash. Bën edhe tani. Edhe tani se e kam një në dhomë aty. Edhe ka, po ma merr mendja që duhet të ketë shumë kështu pamje nga Zvicra, nga këto qytete që ne po përmendim, nga këto kantonet e po mos ketë Zvicra pamje për t'i ofruar kalendarëve, kush do ketë tjetër? Neve, së shpejti do jemi në për kalendare. E kam besuar vërtet që edhe Shqipëria jonë e bukur e dashur është si një Zvicër. Po ta shikosh, po ta mendosh gjeografikisht. Kjo varet nga truri. Jo. Jo mos varet nga truri, kam seriozisht. Nuk do si aktora, di ndonjë film që është xhiruar këtu? Po, në fakt po e di këtë që është xhiruar në Korçë, një film i Angelopoulos. Aty ku je ti? Atje ku jam unë, po është xhiruar në vitet 80, më duket 90, nuk e kam parë akoma. Tani jam kurioz ta shoh Korçën e viteve 80. Ore ti shiko Korçën e 2026-s. Po kam qenë, vjet isha për herë të fundit, kam qenë, vjet. Të pëlqeu ndonjë gjë përveç dardhës e voskopojës tjetër, se këto i dim. Faktikisht janë Korçë në qytet, si isha parë në këto, po që i kam parë në një univers paralel, më Kevi, mund të ishin dy njerëz si puna jon që thoshin tani do shkojmë te një lokacion shumë i mirë, Katedralja e Korçës, kur xhiruar një super film. Pse mos ishte kështu? Mund të ndodhi kjo, ndoshta në një të ardhme, si të tham. Po tani do kalojmë tek një rubrikë tjetër që kemi fakte dhe kuriozitete për Zvicrën. Hanjer. Shesh joti ditës ishte Interlaken, e sikur ta dije që do të bashkëngjitej me tekstin tim. E diti që gjatë sezonit veror në Interlaken ka më shumë turistë se banor? Çfarë thua? Një vend e bën dot këtë? Jo, e parë që po dëgjoj këtë. E bën Zvicra këtë? E bëka Interlakeni, pra dhe Zvicra që nga dhe vendi i çuditërave. Hej zot i madh. Tjetër çka ka se jam kurioz? 3 herë më shumë teleferik se sa qytete, rreth 200 teleferik për zona dhe sipërfaqe shumë të vogla. Çfarë thua more? 200 teleferik, ne sa kemi këtu? 1 kemi? Nuk e di sa kemi, por në Tiranë 1 kemi. Po të dëgjosh ato shifrat Kevi, nuk e di. Kaq, nuk e di. Më kanë bërë dhe mua shumë habi. Më thuaj ndonjë kuriozitet tjetër. Zvicra konsiderohet vendi më i sigurt për xhirime ekstreme në Europë. Po patjetër, sepse përderisa vinë njerëzit nga bota, producentët më të mëdhenj, regjizorët më të mëdhenj, të gjithë filmat që ne folëm, sigurisht që siguria duhet të jetë maksimale. James Bondi është trim, po jo kaq sa ta rrezikonte jetën e vet atë. A mos e ka shkuar në Tom Cruise aty pa e dia unë, ta zbriste malin kështu në këmbë, madje pa ato pajisje të fare. Kurrë, nuk e di, vazhdon akoma me ato ekstremet e veta. Vazhdon 80 vjeç i madh. Ndërsa në Lauterbrunnen janë xhiruar kaq shumë reklama sa vendasit e quajnë Lugina e Spotit. Me të drejtë. Ky në fakt do ishte një emër i lezetshëm për një restorant këtej ka Lundra nga Farka. Lugina e Spotit. Lugina e Spotit, po. Po, patjetër, ose lugina e publicitetit. Jo. Kod. Ore, se nuk di vetëm ti kështu kuriozitet për Zvicrën, di edhe unë. Dëgjom këtu tani. Nuk kam dyshuar asnjëherë. Po e di unë këtë. Zvicra 1 renditet vazhdimisht në vendet me cilësinë më të lartë jetesës. Nuk të dhash ndonjë gjë që se di, patjetër. Mbi 11 deri në 12 milion turistë ndërkombëtar në vit, moro Kevi. Pak pas. Po si mor pak 11-12 janë, ç'të them unë, 60% e territorit është malor. Zvicra ka mbi 1500 liçene që zen rreth 3% të sipërfaqes totale. 3%? Po. 1500 liçene 3%? Po pra, po mirë. Janë edhe liçenet mëdhenj, janë liçenet vegjël. Po shumë pak, mua më duket shumë pak 3% për 1500. Dhe e di cilët janë liçenet më të vizituar në Zvicër? Liçeni i Gjenevës, liçeni i Zyrihut dhe liçeni i Lucernës, që ne nuk kemi vizituar asnjë nga këta. Zvicra ka një rrjet hekurudhor nga më të saktët në botë, Kevi, në botë. Ej zot. Ju duhet në fakt edhe kjo. Në fakt nuk e di atë kanë dalë ty në këto reelsat e Instagramit që janë këto trenat që bën një. Këtë po thoja. Këtë do thoja tani. Ta mora mendimin Kevi. Ta mora, po në fakt jemi në të njëjtin mendim në shumë raste, edhe për këtë projekt. Që janë ato, janë fantastike, janë, nuk e di, shikon ato Alpet, Bora, ai treni që ecën ngadalë, të japin drek dark atje çat duash. Një gjë e magjishme që mendoj mund
ta përjetosh vetëm një herë në jetë, se po ta përjetosh më mbrapa sikur i zbehet ajo magjia. Po ç'keo ti më ca lekë e bëj 2-3 herë. Pa merak. E bëj patjetër. O Kevin, meqense jemi këtu, të lutem, më jep një sugjerim se cilat janë vendet që duhen vizituar patjetër në Zvicër. Do ta jap, po pas hapësirës muzikore, se kemi sërish hapësirë dëgjojmë një muzikore. këngë edhe kthehemi. Jemi rikthyer në pjesën e fundit të sheshet ku xhirohen ëndrat këtu në Radio Travel 104.6 FM me mua Kevin edhe Francin, edhe për gjithë juve që jeni duke planifikuar që të shkoni në Zvicër, merrni lapsin edhe letrën sepse do t'ju prezantojmë 3 vende që nuk duhet t'i humbisni kurse si. Hajde se të gjithë janë gati, Kevin. Jam i bindur që të gjithë, në mos kanë lapsin dhe letrën, kanë telefonin aty te notës dhe mezi po presin t'ju themi nëse ku duhet të shkojnë në Zvicër. I pari vend Kevin. Pis Gloria në Shilthorne. Nuk mund të mungonte. Vendi i Bondit, një nga restorantet të veçanta në botë që rretullohet nga dalë dhe të jep ndjesinë se po lundron mbi Alpe. Nëse nuk gjeni frymëzimin këtu, ndoshta duhet provoni në Mars. I dyti është Lauterbrunnen. Po e them direkt se sa lugina ka? Sa? 72. 72 lugina po Ujvara, Kevin. Ujvara, lugina. I ka të gjitha bashkë. Të gjitha bashkë ka. Aha. Duket si një kompozim me natyrës me dorë. To i keni u frymëzuar prej saj për Rivendellat, pikturën e famshme, që u shit për miliona euro. Dhe vendit e lidhin shumë me njerëzit e lidhin shumë me vendin. Ndoshta ti nëse nuk mund të frymëzohesh për një pikturë apo në një produksion kinematografik, vetëm ca foto ti bësh, ti kesh kujtime, t'ia bësh zili njerëzve në rrjetet sociale. Të shkosh vetëm për t'ia bërë një selfie aty, të thuash kam qenë këtu. Dhe sigurisht nga sugjerimet tona nuk mund të mungonte kurse si liçeni i Lucernit, që në fakt është një pasqyrë e vërtet e natyrës zviceriane, me ujëra të qeta që reflektojnë majat e mbuluara me bord të Alpeve, ka ato pyet, shatrat e bukur. Liçeni është një vend i qetë dhe elegant ku mund të humbasësh në bukurinë e tij të pafundme. Kështu që këto ishin sugjerimet tona të ditës së sotme për sa i përket Zvicrës, vendit ku ne po flisnim se ku janë xhiruar produksionet e mëdha hollywoodiane dhe kështu si dashur pa dashur Kevi arritëm në fund të Zvicrës. Un kam qejf që ta mbyll kështu pak në mënyrë poetike këtë episod part tonë. Meriton Zvicra. Sepse do them që kjo ishte Zvicra të dashur miq, vendi ku kamera nuk punon, thjesht sheh, vendi ku një liçen, një maj mali apo një rrugicë e vogël mund të kthehet në një histori të madhe. Kështu mor Kevi, kështu ha? Tani po ndiem pak i tepër që të them ndonjë fjalë më shumë se me gjithë të përshkrim poetik që i bëre Zvicrës, këtë monolog poetik që bëre, nuk di ç'a të them, po mund të bëjmë një lojë të vogël tani. Për shembull, e diti ku do shkojmë javën tjetër? Javën tjetër të episodit të radhës po thua? Po, po patjetër në Austri. Jo. Gjermani. Po jo, më Angli? Gjermani. Jo. Spanja ka shumë filma. Thuaje Kevin, ku do shkojmë? Franci, do shkojmë në Francë. Ho, do shkojmë në Francë. Se bën rim, Franci në Francë. Do shkojmë në Francë, e zbuluam këtë. Do shkojmë në Francë, na ndiqni njerëz sepse do kemi shumë ç'të themi për Francën, për produksionet, për vendet atje. Pa e parë mirë, mendojmë që është një vend shumë artistik. Patjetër që po. Kështu njerëz, dhe do ta mbyll me një frazë që mua më ka bërë shumë përshtypje kur e kam dëgjuar dhe lexuar për herë të parë Kevin, dhe është çdo shesh xhirimi është një ëndër që pret të tregohet. Çdo të njëjtë në orën 17:00 këtu në Radio Travel shihemi me episodin e radhës në sheshet ku xhirohen ëndrat. Nga Kevin dhe Franci, miru pafshim. Sheshet ku shirohin ëndrat.